Vijojnë të jenë problematike kushtet e jetesës për banorët e komunitetit egjiptian që jetojnë pranë nuarës së vjetër të Bunës, mungesa e infrastrukturës së banesave, por dhe kushtet e vështira ekonomike janë ndër shqetësimet kryesore të banorëve. Ata kërkojnë nga institucionet të ndërhyjnë për përmirësimin e kësaj situate, e cila vazhdon prej shumë vitesh. Tani ata rob që shef pa punë janë dalin e lypin. S'ka një gjë tjetër. Kem nevojë kena më vorse tu i ke tonë shtëpiat barakë jo. Shorin çka kanë më bë. Thonë pa bën plan, pa na hapin shtëpia. Çfarë dia bën plan atë plan, çfarë dim na. Fshir po shtu më bë. Me tu, ku kanë më shku. Vetëm vetë si bën mbrapa hiç për kurrë sa të bëhet kanë bën. Tan çka kanë bën kanalizime si kanë bën tu na vë me fjalë zeza, tona dalin si të sot bën shi deri tu mushët kjo rrugë. Ne as mi kanë bën si kanë nuk e profil kush as kurrë sa të bëhet, tan atë këshia. Çka ke më thon tjetër? Se kalon më pa krejt. Se thon tash donë me sham në shtëpi, thon bile ka kanë me çuën, kjo është sham në shtëpi, si flasin ja si mas mohabeteve. Ka kanë me çuë. Desa shtëpi kanë marr, kanë marr fondet me bën shtëpi të re, se ka bën kurkush i kanë marr, tash shtëpi, kanë marr tan lek tjetër, e kanë marr lek. Ja kanë më bën këtë shtëpi të më rregulluar me fjalë për mos me marina me u zbukuar dhe vendin, edhe kanë marr tan lek të kanë lënë, vetëm tash shtëpi kanë bën aty. Nëse shteti ka kanë. Banesat në këtë lagje kanë mbi 30 vite që janë të amortizuara dhe shumë prej tyre janë bërë të pabanueshme. Disa vite më parë u prezantua edhe një projekt për rekonstruksionin e 33 shtëpive, por ndërhy vetëm në 9 prej tyre.